para se të blesh lodra, udhëzuesi i çdo prindi të kujdesshëm. Lodrat janë pjesë thelbësore e fëmijërisë. Ato nuk janë thjesht mjete për argëtim, por edhe një formë të mësuarit. Përmes lojës, fëmijët zhvillojnë imagjinata, të menduarit logjik, aftësitë sociale dhe motorika. Por, para se të zgjidhësh një lodër, ka disa gjëra që çdo prindër duhet të di. E para dhe më e rëndësishmja, siguria. Kontrollo gjithmonë rekomandimin për moshën. Një lodër që duket e pafajshme mund të jetë e rrezikshme për një fëmijë të vogël. Pjesët e vogla, bateritë e vogla të rrumbullakta apo materiali i thyeshëm mund të shkaktojnë aksidente. Prandaj, zgjidh lodra të certifikuar dhe me etiketa të qarta për moshën. Së dyti, cilësia dhe materiali. Lodrat duhet të jenë të qëndrueshme dhe të bëra nga materiale të sigurta, pa kimikate, pa ngjyra toksike. Shumë prindër sot po rikthehen te lodrat me druri, jo vetëm për estetikën, por edhe për qëndrueshmërinë dhe sigurinë që ofrojnë. Së treti, funksioni edukativ. Një lodër e mirë është ajo që ndihmon fëmijën të mësojë diçka të re. Për shembull, një puzzle i ndihmon me logjikën dhe durimin, ndërsa një lodër që prodhon tinguj apo mëson ngjyrat mund të zhvillojë aftësitë gjuhësore dhe shqisore. Mos harro, më pak është më shumë. Nuk ka nevojë të mbushësh shtëpinë me 10 lodra. Fëmijët shpesh lodhen shpejt dhe kalojnë nga një lodër në tjetrën. Zgjidh pak, po të mira, që zgjojnë kurreshtjen, që kërkojnë ndërveprim dhe që rriten bashkë me fëmijën. Dhe më e rëndësishmja, luaj bashkë me fëmijën tënd. Asnjë lodër nuk e zvendëson praninë dhe përfshirjen tënde. Kur luani bashkë, krijoni lidhje, ndërtoni kujtime dhe ndihmoni në zhvillimin emocional të tij. Pra, herën tjetër, kur të jesh në dyqan ose duke kërkuar online për një lodër të re, ndalo pak. Mendo për moshën, sigurinë, funksionin dhe mbi të gjitha përse ajo lodër është e duhur për fëmijën tënd. Sepse çdo lodër është shumë se sa duket. Është një mjet për të ndërtuar botën e brendshme të një fëmije. Faleminderit dhe mos harroni të na ndiqni në video e radhës.